Ky emision mundësohet nga Care and Hair Fix, Bavaria, Migros, Biostil, Mons Pools, Konsan, Mishtore Meli, Autosaloni Alberti, Hia e Maleve. Mirë mbrëma gjithëve dhe mirë se vini në episodin tjetër të Dhëse Mikrofonin. Sot kam kënaqësinë me pas një artiste e tre që publiku ka filluar me dash shumë. Kisha pas qef me prezentu, Ega për prezentante. Ola, po kam qefone. Okay. Shumë e bukur për mashallah. Sot e kina një këngëtare, faleminderit shumë. Sot e kina një këngëtare tepër të mirë, edhe artiste tre, edhe pe prezentojna Frësinën. Frësina muj, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën ben. Me shumë kënaqësi ku marr sonte. Edhe përgëzoj shumë edhe ty që gjithmonë jem për kraje të artistave të ri, talente të treja, edhe për këtë emision kaq të bukur që kemi pas nevojë shumë me pas. Faleminderit shumë. Frësina, me çfarë të marr kohën e fundit, po mendoj a ke ndonjë këngë tre që ke bëu, po të shoh live që je shumë aktive? Po. Jom të punu bën shumë me pru diçka të bukur për publikun. Edhe po, jom aktive kështu në naja, në henjë ndryshme, kudo që... Bravo. Domethënë ke fillu me live po shoh që je aktiv, domethënë ke fillu edhe në henjë përshkon edhe kështu festa familjar, kërkesa apo ki po. Po. Bravo. Kështu që çto jam fillu. Po je live jetu kënu me band, po. Po gjithmonë, po. Super, se ti je dhe që lidhi me shkollë, domethënë të muzikës me solo këndim, ke mbaruar po. Unë bën kështu, s'po du me fol për vetëm bre. Okej, ja do të fol, okej. Unë të jetën, domethënë me muzikë. Prisë kur në vogël, kam qenë në shkollë fillore të muzikës. Tolton, po. Kam qenë flautiste për ndryshe. Okej. Masni shkollën e mesme, po ashtu kam vazhdu për solo këndim, mandej fakultetin. Edhe... E ke mbaru fakultetin e solo këndimit, a? Jo solo këndimit, e kom përfundu për muzikologji. A, muzikologji? Po se kom dru drejtem, kom dalë prej klasikës, pak. Po, sa ke pas shtirë prej muzikës klasike, me dalë në zhande që tash të që jetu... Ko gja shumë, me tregu, po, ko gja shumë. Mëse ke pas malet për shakë babit? Po tash, jënë konë dy tepër të ndryshme, dy vjesë tepër ndryshme, këne kom shku në shkollë, kom kënu opera, këne kur kom marrë në shpe, babi u konë me sen të bo muzikë popullore, se dijet për ndryshe të njaf babin. Babi jam është muzikant për kita ata që se din, edhe zakonesht në naja më shoqëronaj. Me babin të më thoni tash të... Po, zakonesht po. Super. Do më thonë se ke pas problem kur ke kalu prej klasikës në kështu... E më pas pak, po tash normalisht menoj që me kohë tu rritë e gjejnë vetën, edhe besoj që halojëm të e gjejtë vetën, në zhanërin që mu më flenë ta më shumë, po jëm të punu shumë për këtë pjesë. Bravo, shumë mirë. Zakonisht në mbrëmje, çfarë këngë po të kërkohen? Dihet. Balada, a? Gjithmonë baladat ma shumë. Na për ndryshe kemi në gjak me qenë shumë, me bu atmosferë, mu knaq, po këndojmë balada e vreqë që aty dhezën. A pe kina e kërkesë që ditëshme për me kënu live? Jo, deri tash nuk është që kom pas na e kërkesë që ditëshme. Kur pin pak kritikan, do kërkesa që ditëshme. Po në mi pres me shumë knatësi, se në artistat jemi të popullit, edhe qka do që ata dojnë me dëgju prej neve, unë me shumë knatësi e këndoj. Unë e pe di që edhe tash e ke lansu një këngë tret vonë, pësirat apo? Po. E di se e kom pa. Ka pak kohë që e kom lansu, është kënga e fundit që e ke lansu. Unë veç një sen dhe ishta me dit, a i përshkrun kjo ndjenja të tua? Që kjo këngë? Ka nga vonë. Jo, këngën e ka bo Nurteli. A e gjenë ti vetën të që kjo këngë? Nuk është që kjo shatonë që e gjej vetën. Mas mirë. Në tekst jo. Mas mirë. Në artistat që do të këndojmë, do të me dhonë shpirtën në të. Kështu që paka shumë e ndjejmë që ka kënojmë, po jo, këngën e ka bo Nurteli, kështu që jo, nuk e me thonë. Mas mirë, kur pritet projekti i artëshëm i Frësinës? Besoj që shumë shpejt, jom të punu, me sjellë të qka të bukur, edhe besoj që shumë shpejt keni më pa me një projekt të ri. Shumë mirë. Qa ke menu më naknu sonte? Sonte? Për start? Për start?
e kisha këndu një këngë që e kam shumë qef, edhe me tregu drejt nuk e kam këndu këgja kohë. Kështu që është kënga e Florit, Dashuria. Dashuria, okej. Cëllë notë, tash ti muzikante, me ti me full për nota? A. A. Okej. Hajde. E ndryshove jetën time, e vazhdove ti. Unë jetoja një gënjeshtër, e jetoja si një mrekulli, a dy pika dashuri, kur mi jepje ti. Unë kisha gjithçka, kur të kisha ty pranë. Sa e vlefshme duket jeta kur s'ke dashuri, je së murë dhe ndihesh vetëm, bot nuk e njeri. Sy të shohin vetëm mure, errësirë pa dritë. Unë jetoj në gjysëm jete, tjetrën e ke ti. Ti e keni shije kej tjetër? E vërtet. Okej. A mo që më thua? Okej, nice, shumë mirë. Zakonisht, balotat kur pi këndon? Po. A i bën me ritëm kështu komplet, a veç me piano pi bën i gjatë live? Në live-a? Po, me ritëm komplet, shto? Në varet. Ndodhë dhe me ritëm, ndodhë që him veç piano, thjesht e shof situatën, edhe thëm, këthina ka spona. Thëm spon, cjellë, edhe veç vazhdoj piano. Në varet krejti, den edhe vatë qysh. Në regull, Edga, kena diçka? Po, la kena, po du me di qëfar mesazhi ka për artistet e reja, se për shot që kjo kam rri për një kohë shumë shkurtër. Faleminderit shumë. Është një rrugë e gjatë, e mëndimshme, me shumë lodhje, jo gjithmonë mundi jëtë shpërblehet. Unë kënaj tashe ma shumë se 10 vite, me thonë, besoj që shumica e publikut as nuk e din ku shëmën, po për mu ka shumë rëndësi nëse janë veç 5 persona që pëlqenë zonja, muzika jam, une për ata 5 persona kënoj. Kështu që jam shumë krenare për vetën, edhe për të krejt artista tjerë të rinë që nuk janë dorëzu, se nuk është hiq letë. Po, normal. Kështu që unë nuk kam diçka mesazh kështu, veç kësha thonë që për derisa e dënë shumë diçka, mos u dorëzo kur, se një ditë ka mu shpërbly mundjat edhe kime arrit aty ku e meriton. Se mendoj që për krejt ka vend. Mendoj që për krejt ka vend edhe si krejtve që i ka ardhë koha, besoj që edhe mu edhe artista vjetër tri ka më në ardhë koha edhe kaq. Bravo. Prosil, përdu pak më ndërlidhë të emisioni i Roberti që ke qenë, Robi Plakët. Po, Robi Plakët, po. Po, sa ko ke qenë aty me band, edhe pse si e tash? Ben ona kom qenë të Robi 3 vite. 3, okej. Po, kom qenë këngëtare e bendit, ka qenë një band i mrekullueshëm, një staf që jemi bosti familja atë, edhe nuk ka pas një arsye konkrete, thjesht ka përfundu, okej, në rregull. 3 vite, u bë bëll, edhe vendosa që me u tërhek, për ndryshe, jam shumë falenderuse edhe ndaj Robertit për mundësin që ma ka dhonë, edhe që ka besu në mu se dhe atër kom qenë shumë e re. Po kemi kalu shumë mirë, edhe është një eksperiencë shumë e bukur. Shumë mirë. Cilën këngë ke mendu tjetër me kënu? Po vazhdojmë qështu me balada? Po, okej. Cilën? Shumë mirë. Shumë të mira për zjedhën e këngëve. Faleminderit shumë. Na keshti kejve me vujtë. Jo, i shoh. Shpresoj që jo. Shumë mirë. Prosin, përveç baladave, qa ke menu diçka tjetër, ose që se ke menu, që të shkën menja,
që tash me kënu diçka këtë autë kështu. Që tash kur e kënuva që të kong, edhe për më thëtë që të na shtërë me vujt, unë e po tu edhe pak ma shumë jështi me vujt. Na ishtu dosë. A e bujmë, pravisht një refren të kongës Ndarjat, Mimoza Shkodrës. Po. Pe bujmë nef. Hajde. Nuk mjafton një nas, as një lule në jorgan, ku në mbrëmje jo, por ajo të ka pran, s'më duhet një nas, sonte në kishtë mbar, kur e ndjejon tek ti, aromën e saj, s'mjafton një nas, as një lule në jorgan, ku në mbrëmje jo unë, por ajo të ka pran, s'më duhet një nas, sonte në kishtë mbar, kur e ndjejon tek ti, aromën e saj. Bravo. Ja, i kan. Apo ren, apo shkwen? S'po moj, ma mos këna masi se. Nice. Kong patriotika atin? Po. Për në me? Po, në di. Nuk i di sa më shkojnë, po... Po ditë sa që edhe të vynë për shak. Po. Se dhe ndosë me bisa kërkojnë, edhe fanë me kërkojnë. E vërtet, po. Edhe pse, mu edhe më pëlqenë kur fanë ma të kërkojnë kong patriotike. Është e vërtet. Po vetë që po kështë pak se që me ku një figurë ma shkollore, kur kënon në sofër, kënon kongë patriotike. A një thamë, unë me kënu ishtë në kullë, është sofër, nuk na marrin shumë seriozisht. Unë është me kënu në kom. Nuk na marrin shumë seriozisht, menoj. Deri sa t'ja nisë me kënu, me ndejtë Jo, më krejta. kum po rase që pëlqet. Prej famnava? Po, pse? Jo, s'po thëmë sa në shumë mirë. Ajo është një ndjenja patriotizmë në posë edhe famna. Po, normal. Ko famna që kanë luftu, qysh. Okej. A shkojnë? A bëdo me kënë qka po? Po, kësha provu ti qka po? Hajde, ke pa tjetër. Mora fjale, mora varkun, mora qarkun, me i thurkan bashk legendarit, ti këndoj, ti këndoj, matemi asharit, ti këndoj. Tar sa vjet se shepre kazin edhe reqakun. Tar sa vjet se shedrenicën. Tar sa vjet dhe Mitrovicën. Tar sa vjet mora fjale, mora varkun, mora qarkun, me i thurkang bashk legendari, ti këndoj matemi asharit, ti këndoj. Super. Kërkoj falje pak për tekstin, se pak pata më përsi, po. Solide, me nësjesht, me kënu mirë. A e kënu në live? Zakonisht po. Zakonisht gjithmonë në fund, kam që si kërkesa për kongë patriotike, edhe sidomos, ose në sezon kur janë, kur vegjit, gjithmonë Ata i po kanë kërkën qaf shumë, edhe ma shumë. Po du më të pytë, so ka qenë përkroja prej artistave tjere, se veç ti edhe ke qenë kontakt me ta, masi jo konë në emision të Roberti, po besi që ke njëftu gjatë kohës, gjatë punës, Po, edhe kjo ko një plus për mu, se ko mu të ngriju kontakte. Kur e ke lansu kongën, atë kanë promovu, se në konë prishmëri që kemi në? Atë tregoj drejta. Po, drejt. Nuk është që kom pas për kroje, edhe nuk është diçka për mu që ditë, nuk është në artistat e rritë që kemi shumë për kroje, edhe muj me kuptu, edhe nuk muj me kuptu, unë përveç kështu personave të rritit tam, ose njerëzve shumë ngusht që më kam përkra,
muj me i numru në ashtë angishta, ata që... Po nuk është që kam në i hatër mbetje diçka, është okej. Sa për bashkëpunim, as të veçinat e artistat, po du me dit me këngë që dosh me bashkëpunu? Me bashkëpunu? Po. Se ti bine dhe ma mirë, valet krejt qëfar projekte, qysh e lyp kënga projekte. Jo me hapër gjithmonë për bashkëpunime, edhe me shumë qaf, pse jo. Ty që të kishë pëlqyer dikush kreton, me çfarë kisha pasur në këngë? Ose artiste? Po. Ka shumë brez, po di. Ka të mirë shumë. Ka shumë të mirë me krejt, se nuk është që kisha bu naj kështu naj veçori diçka. Frosin, kisha do shef më të një tek në këngë Gentës, se ti je veç edhe qasë jone. Po. A njësh me Gentën kështu? Jo personali është jo, po normali është me një opedit, po. Edhe i këndoj këngët e saj shumë. Okej, të më dhone pas në qëllu. Së në këngë e këshumë në të Gentës? Që ta është rëpon bjerë mend, është një këngë e vjetër e Gentës, pse i katnat. Syt nuk ti kam po që s'di se... Okej. Syt nuk ti kam pa që ti sa ti, e më duket si një vit, Ska më as tiri as porosi, as kush nuk e di se ku jet retur ti. Syt nuk ti kam pa që ti sa dit, e më duket si një vit, Ska më as tiri as porosi, as kush nuk e di se ku jet retur ti. Pse i ke atë nat, pse në zemrën tënde s'ke më shiras pak, më the se jam të por, po ti pse s'më shkrive sa më kishe ndor. Pse i ke atë nat, pse në zemrën tënde s'ke më shiras pak, më the se jam të por, po ti pse s'më shkrive sa më kishe ndor. Shumë mirë. Faleminderit shumë. Okej, diçka tjetër? Kisha dashur me këndu edhe një këngë që e du shumë. Cila? Është kënga e Shkurt e Gashit, Godet shpirti. Hera dhe fjalët më mbetën, ndjenja dhe malli mu tretën, trupin sot të ftot e kam, ahu zemra ime jam, ti se di, dhe vazhdon ngodet si thik, lodhet shpirtim, s'gjita dha gjitha shurin, mos haro, se kur thyhesh nuk gënjen, edhe jetën me ta fal, për ty ja vlen. Shumë mirë, pa shumë në bëjmë provu. Faleminderit. A e ke pas gjithmonë ëndër primare muzikën edhe atë ka shku najherë mendje me lon? Veç tu ka bo baja diçka edhe te lon? Ëndër gjithmonë. Duket që kur kom lind me muzikë. Muzika është kështu brenda meje, nuk është që muna me lon se s'miljan ajo. Edhe nuk besoj që ka me lon ajherë. Bravo. Po, kështu që jo. Nuk është që më ka shku mendja me lon najherë. E naj komplimenti që ditë shëm prej fansave tu, diçka kur e konë live. Ka shumë. Ka zona një, ose dy, sa du shte? Po s'po di kështu, nuk është që kisha dasht, nuk është që ka diçka kështu shumë çuditshme, po naj zot vjen kur jetu kënu, naj sen, thash kur i pin një dy gota aty mo. Vjen diçka, po jo diçka që për mu ka qenë shumë e sikletshme adin. E ko me ragju kështu let. Bravo. Atë ka ndodhë munis pa disponim, me shku me knu dikon edhe automatikisht ka ndodhë disponimi, si ja Po keni gjithmonë. A gjithmonë ndodhë, dhe më thonë pa disponim. Jo gjithmonë jom nis me disponim të keq, po gjithmonë nëse jom konë diçka keq, Pe stresit më se ki. ose stresi, ose nashta me shneti qka, ose qka do brena, njerëz jemi edhe na ndikojnë këtu,
gjërat që na ndodhin për ditëshmëri. Qysh njësh para se me dolin në skenë? A ki Zakonisht emocion? mirë, emocionet mira që ta mbushin shpirtin. Shumë dashni, Domethënë kënaqesh kënaqësi, për te, unë e kënaqna, unë du me mnjoft gjithë si këngëtare që këndoj live, edhe me ardhë më dëgju si këngëtare që këndoj live, se për ndryshe unë që ato e gjejat ndjenjën ma të bukur kur këndoj live. Playback s'kishe pranu kur me kënu, a? Po nuk po thëmë kur se S'kishe pranu me qef. Kish me kona i rast na i xhirem diçka, po ajo me diçka. qef gjithmonë Ajo live diçka kisha tjetër është, këndu. po, normal, Se normal. ndryshe Nina kur këndoj live. Domethënë ti prit se ke fillu me këndu, gjithmonë e ke na veçëcakon për shkak edhe babit, sigurisht që ti ke ushtru me piano me babin në shtëpi. Po. Edhe domethënë gjithmonë e ke pa veten si këngëtare me kënu live. Po gjithmonë. Nuk e ke mendu këtë zhondrin ma modern kështu me dal, qysh dalin edhe në shojnë këngë të performojnë. Nuk është që rekomendu, po tash gjatë rrugtimit, ndoshta najherë mënët me ndodh, të thash. Tjetër. Po zakonisht, po. Sa herë ku më Ka shtru raste se kur mos më kon kushtet me performu live. Po e vërtet, po. Edhe ti dush Po mëndet me ndodh. Po. obligohesh me lshu Do të me u këngë. gjind, normal. Do të me u gjind. A janë emocione gjithë njëjta kur këndon live? Po gjithmonë. Gjithë. Për mu janë gjithmonë. A kina i ritual ose diçka që ka bën para se me hyrë në skenë? Po. Çka bën? A më do me treku krejt sekretë ty, a? O shumë personale. Krejt i kena ato që na qëtësojnë, qoftë me frymarrje, qoftë me dëgju diçka, qoftë me najtë veç 5 minuta vetë, krejt i kemi ato metoda A si tona. mënyrë meditime, që të dinë edhe tjerë, se nashta e një mënë edhe ku tjetër? Po. Në Paka meditim shumë. tjetër. Po, paka shumë po. Kështë do të më stregu. Okej. Sa ndikon muzika në gjendjen tonë emocionale? A ndikosh nëse ngon një balad ose një këngë të mërzitshme ose një këngë shumë happy, shumë e gëzueshme, a ndikon te ti që ti mu çu me fytyrë më gjallë ose me rock krejt? Është diçka shumë e çuditshme. Okej. Unë edhe kur jam shumë happy, mu më gohet muzikë vajtuse. Ndina shumë mirë, prapë, nuk është që më jafton me të dëgju muzikë, unë e ndina super mirë. Po, a më të ndikon, po. Kur të ngon muzikën, ti muzikonte, po ta vjen një pyetje personale. Kur të ngon muzikën, a e ngon muzikalisht, a e ngon që të pëlqen teksti, a e ngon vetë si këngë, a e ngon vije melodike, a ka këngë që të pëlqen, ty si intereson teksti çfarë thot? O shumë bre kisha dash një herë me një këngë edhe mos me menu në atë anën muzikale. Okej. Shumë kisha dasht, po automatikisht me njëherë vishë jam e kap çdo pikë. Qoftë prej anës muzikës, instrumentalit, qoftë tekste, qoftë gjithçka, po ka edhe këngë që, do me thonë, pavarësisht ashtu, thjesht të pëlqejnë do këngë edhe A ka një këngë që ke provu e s'ke mujt me mësu, s'ke mujt me kënu? Që kënë e zashme? e zashme. Po, që ke thonë s'mëj me kënu qëto? Si ti s'po më kujtohet, a mo ka, sigurisht që ka. Që këna me kënu dhe diçka tjetër, se vi gati që edhe jena në fund. Okej. Njerë në jetë. Hajde. Hajde, okej. Bënu i sinqert, apo? Po bën. Po nu i sinqert, një herë në jet, më donë ti mu. Po nu i sinqert, një herë në jet, më gëzavën su. Po nu i sinqert, më treko drejt, të kam jaftu. Po nu i sinqert, një herë në jet, me to ke shku. Mos e le, ti mos e le, mos e le, dashnin mu shu. Mos e le, ti mos e le, a e din se sa të du. Mos e le, ti mos e le, mos e le, dashnin mu shu. Mos e le, ti mos e le, a e din se sa të du. Bravo, shumë mirë. Prosin, përndirë shumë që ke qenë sonde me neve.
Me shumë kënaqësiben. Faleminderit ty për ftesën, jam kënaqur sonte. Nuk më ka duket si me kohë në emision, se nuk para preferoj. Tjetër. Faleminderit shumë, unë të uroj suksese shumë. Faleminderit shumë. Edhe veç vazhdo. Përndrysh je kon shumë mirë, perfekt. Gjithçka ka qenë shumë mirë. Nuk jemi të kënaqur kur na prej vetës, po shpresoj të qenë mirë. Mirë shumë. Faleminderit shumë që na keni ndjekë sot. Shpresoj që jeni kon të kënaqur me Frosinën që na kone edhe na. Shihemi deri javën tjetër. Faleminderit, natën e mirë. Faleminderit.